Dhurimi i gjakut mund të konsiderohet ndër aktivitetet më humane që mund të bëjë njeriu në jetën e tij për të shpëtuar jetën e dikujt që është në rrezik. Në çdo rast emergjence, gjaku është i patjetërsueshëm, ndërkohë asnjë lloj mjekimi nuk mund të zëvendësojë transfuzionin e këtij lëngu jetik, i cili nuk prodhohet në laborator, por vetëm dhurohet. Organizata komunale e Kryqit të Kuq në Gostivar po luan një rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim. Koordinatori e Kryqit të Kuq në Gostivar, Merita Alili, njofton se nga aktivitetet vjetore të realizuara gjatë vitit të kaluar, ata kanë arritur të grumbullojnë 1481 njësi gjaku. Nga viti në vit, interesimi për gjak dhurim në popullatën tonë sa vjen e rritet. Gjatë vitit 2012 ne grumbulluam 1300 njësi gjaku, gjatë vitit 2013 arritëm deri më 1430, ndërsa vitin 2014 e përmbyllëm me gjithsej 1481 njësi gjaku të grumbulluara nga ne dhuruesve vullnetar. Kjo flet se nga viti 2012 interesimi është rritur për 181 njësi gjaku, ndërsa për këtë vit shpresoj që ky numër të rritet deri më 1500 dhe unë besoj se do t'ja dalim me sukses në përmbushjen e këtij synimi, thot Merita Alili, duke falenderuar të gjithë ata që gjakun e tyre vendosën në shërbim të personave në nevojë. Ajo nënvizon se gjatë janarit të këtij viti ka realizuar aktivitetin e parë të kësaj qendre në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe nga ky aksion kanë grumbulluar 45 njësi gjaku, nga punëtorët e Elektromavrovës 24 të tjera dhe me fillimin e marsit pritet që të fillojë aksioni nëpër shkollat e mesme, nga ku interesimi është jashtëzakonisht i madh. Për të sensibilizuar të rinjt mbi dobitë e personit që dhuron gjak dhe atij që pranon, përfaqësues të kësaj organizate kanë realizuar disa aktivitete ku kanë ndarë broshura dhe materiale të tjera me informata të rëndësishme mbi këto aktivitete. Alili thotë se qëllimi i tyre strategjik është që të mbajnë dhuruesit e vjetër dhe të shtojnë listën e dhuruesve të rinj. Ne për këtë vit planifikojmë që krahas shkollave aktivitetet tona t'i zhvillojmë edhe në për të gjitha institucionet, përfshirë komunat, të cilat kanë shprehur interesim t'i përgjigjen aksionit, pastaj disa subjekte politike dhe gjithandej ku do të shfaqet interesim për të realizuar këtë veprim human, sqaron Alili. Në ndërkohë, ajo apelon tek të gjithë qytetarët që janë në gjendje të mirë shëndetësore që dhurojnë gjak sepse njeriu është i vetmi burim i këtij lëngu të çmueshëm për jetën. Gjak mund të dhurojë çdo qytetar që ndjehet i shëndosh dhe është në moshën nga 18 deri më 64 vjeçare. Të gjithë të interesuarit munden që çdo ditë në kabinetin për transfuzion në Spitalin e Përgjithshëm në Gostivar të paraqiten me deklaratën se dëshirojnë vullnetarisht të dhurojnë gjak dhe pas kontrolleve që personeli adekuat mjekësor do të bëjë mbi gjendjen e tyre shëndetësore, dhuruesi vullnetar mund lirisht të jep gjak çdo ditë nga ora 8 deri në orën 14, por edhe gjatë ndërrimeve të natës nëse është e nevojshme. Në Spitalin e Gostivarit shprehen të kënaqur me sasinë e gjaku që grumbullon Kryqi i Kuq në nivel vjetor, duke nënvizuar se me kaq njësi plotësohen nevojat e spitalit. Andaj Gostivari mund të shërbejë si një komunë model për sa i përket gatishmërisë për t'u përgjigjur aksioneve të këtilla humane që kanë për qëllim shpëtimin e jetëve të personave në nevojë.